balotazhi që ishte, nuk e dija guxoj që do të ketë rënje, të them që do të ketë rënje edhe në zgjedhjet e radhës. Gjithsesi ne punojmë këtë drejtim spaku nga pjesa jonë. Monitorimet janë, domethënë, rastësore, po edhe sipas ne operojmë sipas ankesave gjithherë, po kemi edhe monitorime të programuara, si vetë kemi para po edhe monitorime të paralajmëruara. Domethënë, ideja ka qenë që ne t'ju bëjmë me dije mediave, se në këtë javë do të monitoroni për këtë lloj përmbajtje eventualisht, ashtu që në një farë mënyrë ta shprehim edhe ne ndikimin tonë, nga se mediat kur e dinë që po monitorohen edhe po ju them që ju po monitoroni, pritshmëria është që duhet me qenë shumë më të ndërgjegjshëm në mbarvajtjen e programeve ose debateve që po kemi nganjëherë probleme ose tjera. Është një organizim specifik dhe shumë i veçantë me rastin e zgjedhjeve, cilat do qoftë ato. Domethënë ne kemi një rregullore ENKAS që ka të bëjë me mbulimin e fushatës zgjedhore. Qëllimi i asaj është që të implementojë disa obligime që ligji për zgjedhjet ja vë Komisionit të Pavarur për Media. Pra ne e kemi një lloj obligimi që të kërkojmë dhe të monitorojmë dhe të një farë mënyre të ndikojmë që mbulimi i fushatës zgjedhore, raportimi të jetë i drejtë, i barabartë dhe i balancuar. Për këtë ka obligime konkrete, siç keni mundur të shihni edhe ju aty. Domethënë janë ditar të caktuar ku domethënë mediat janë të obliguar që një javë para se të fillojë fushata zgjedhore, të sillin së të deklarohen nëse do ta mbulojnë fushatën ose jo, nuk janë të obliguar që ta mbulojnë. Por në momentin kur e mbulojnë fushatën, atëherë fillojnë edhe disa obligime, nga se ne duhet të sigurohemi që mbulimi i fushatës është i drejtë, i barabartë dhe i balancuar. Prandaj edhe duhet që kohët, pavarësisht madhësisë së subjektit të certifikuar politik, i cili garon qoftë zgjedhjet përgjithshme, qoftë në ato lokale, ata janë të obliguar që ta ndajnë kohën edhe me pagesë edhe pa pagesë në mënyrë të barabartë. Është diçka që televizionet tentojnë ju përmbajtë dorën zemër, ma disiplinune në televizionet se sa partit. Ndodhë që ju ajapim terminin pa pagesë dhe nuk e sjellin spotin, edhe lojmë ekranin nxit disa herë, jam i sigurt që monitorimi që të punë e kallëzon. Po, kur po pyes për ambient medial, jam ka pyes para se diskutova me drejton Selmanajn, kur e shikojmë vendimet e PZAP-s, jemi ka shohim që politikantë janë në disponim me përdor ma shumë gjuhë të urrëties, ma shumë ofendime, ma shumë gjuhë polarizuese, gjuhë që dënohet me ligj. Qysh sillen mediat në çet raport, çfarë thonë statistikat e juaj? Nuk e dija muj me bë krahasime të sakta, po nganjëherë edhe mediat nuk qëndrojnë as mirë. Do të jemi korrekt. Debatet i shohin krejt, debatet janë popularizuar nganjëherë, edhe shtrohet pyetja disa debate pse janë të shikueshme ndoshta, çfarë përfaqësojnë ato. Ka debate që janë edhe të pabalancuara. Për shembull, ju mund të ftoni 3-4 mysafir, të cilët e kanë të njëjtin qëndrim, edhe nuk besoj që ajo është debat realisht. Pjesa tjetër është përdorimi i gjuhës vulgare. Pjesa tjetër është ndoshta edhe gjuha e pakontrollueshme ose edhe sjellje të tjera, kërcënime, ku ta diun, ka kësi raste, domethënë, kemi